që ju doni. No Jesus, no love. Jesus, no love. Listen to the symphony. You're on Emmanuel Radio. Jeni duke ndjekur programin Buzëqesh e ditës në valët e Radio Emanuel të dashur miq, dhe në ditën e sotme jemi duke folur rreth 28-29 nëntorit shqiptar, por për t'i dhënë akoma edhe më shumë kuptim këtij episodi, së bashku me mua në studio është i ftuari ynë i veçantë, mësuesi i historisë Piro Zheku. Përshëndetje Piro dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është kënaqësi shumë e madhe të jemi këtu në. Është kënaqësi edhe për ne, sidomos në një episod të tillë ku jemi duke folur pikërisht për festat e nëntorit. Piro, tani si mësues, unë e di që ju mësuesit i keni shumë qef testet edhe ushtrimet, dhe me sa mbaj mend nga koha ime kur unë kam qenë në gjimnas, një nga ato ushtrimet e zakonshme ka qenë ai ushtrimi e vërtet apo e gabuar, apo jo? Saktë. Si thua, para se të futemi në një bisedë më të thellë për 28-29 nëntorin, të bëjmë një lojë të thjeshtë së bashku, e vërtet apo e gabuar, dhe ndrojmë pak rolet. I bie do jesh pak në rolin e nxënësit, por jam e sigurt që përgjigjet do të jenë si një mësues i vërtet. Po. Flamuri ynë ka ndryshuar simbole disa herë në histori. Po. Është vërtet. Është vërtet. Flamuri ynë ka ndryshuar disa herë simbolet e saj, sidomos gjatë periudhave të ndryshme. Ka nisur po marrë vetëm një moment pjesën e periudhës komuniste, ku flamuri tonë u shtuar dhe hylli kuq atje lart mbi shqiponjën dy krenare, apo edhe përpara kësaj pjesën në pjesën e pushtimit italian të Shqipërisë, kur dhe flamurit shqiptar u shtuan dhe simbolet e pushtuesit, të cilat ishin simbolet e pushtuesit italian, sapatat e liktorit që një ndryshe, një tufë shkopish me një sapat në krye. Ja, ky është ndryshimi midis mësuesit dhe nxënësit. Nëse do ishte nxënësi do thoshte thjesht e vërtet ose e gabuar dhe nuk do ndalej te shpjegimet. Ismail Qemali e ngriti flamurin në Vlorë më 29 nëntor. Jo, me datën 28 nëntor. Okej. Po është e gabuar sepse 28 nëntori është dita historike ku ne festojmë pavarësinë, dhe pikërisht Ismail Qemali ngriti në atë ditën kur e kishte ngritur dhe Skënderbeu. Flamurin e Kastriotëve në Kalan e Krujës. Prandaj dhe Ismail Qemali u përpoq shumë që të arrinte pikërisht datën 28 nëntor. Interesante. Himni flamurit është shkruar nga Aleksandër Mojsiu. Jo. Është e gabuar, është Aleksandër Stavredrenova. Apo Azdreni, siç ne e njohim. Po. Ndryshe, himni autori i himnit ton kombëtar, betimi mbi flamur, kështu quhej himni. Kryeqyteti i parë i Shqipërisë ka qenë Vlora. Edhe kjo është e gabuar. Ndoshta mund ta quajmë Vlora në mënyrë simbolike vetëm për atë ditën që u shpall pavarësia, por zyrtarisht ka qenë Durrësi kryeqyteti i parë i Shqipërisë. Faleminderit për këtë informacion, Piro, se jam e sigurt që shumë prej nesh ngatrohen këtu. Po. Edhe themi Vlora. Skënderbeu lind në Krujë. Në fakt ai ka lidhur në zonën e Dibrës, të drejtë, pavarësisht se Kruja ishte qendra e principatës së Kastriotëve, vetina ai ka qenë zona e Dibrës. Fjalët feja e shqiptarit është shqiptaria janë thënë nga Naim Frashëri. Jo, edhe kjo është e gabuar. Këto fjalë janë thënë nga Pashko Vasa, një nga rinidasit e mëdhenj tan, të cilët ka luajtur edhe një rol shumë të madh në rilinjen kombëtare shqiptare. Në flamurin ton kanë qenë dikur edhe një yll i kuq. Po, që besoj sa po e thash në pyetjen e parë që ka qenë dikur gjatë periudhës komuniste. Okej, një notë për te vjetës do duhet të vendosej në këtë rast. Piro, festat e nëntorit janë gjithmonë një periudhë që na mbush me emocione, krenari, kujtime, duket sikur bëhemi dhe pak më patriotik gjatë kësaj kohe. Por unë jam kurioze të di si e kujton ti 28-29 nëntorin nga fëmijëria jote. Sa herë që afrojnë festat e 28-29 nëntorit, unë ndoshta di një mix emocionesh, do ta them, një lloj krenarie, reflektim, por dhe përulësi ndaj paraardhësve tanë dhe rrugën që ata kanë kaluar. Mbaj mend nga fëmijëria ime në shkollë, ku shkolla zjente gjatë këtyre ditëve nga aktivitetet, nga këngët patriotike, nga flamujt të cilët barbiteshin në çdo bank. Në çdo bank, po flamujt në klasë, shiritat, kuqezit të cilat vendoseshin në muret e klasës, flamujt. Gjithashtu ka qenë nga momentet e bukura të jetës time, të cilët unë e mbaj mend edhe sot e kësaj dite. Do më shoqëroj ky kujtim gjatë gjithë kohës. Dhe me kuptoj sa do me thënë se në këto festa.
Mendon se fëmijët e sotëm e ndjejnë po njësoj, po aq fort dashurinë për atë dheun, edhe i përjetojnë po njësoj këto ditë festash? Mendoj se po, por fëmijët e sot kanë ndryshuar, nuk janë më siç kemi qenë dikur apo fëmijët e dikurshëm, që ndjenin më shumë këto festa, dhe ata i ndjejnë por në një mënyrë pak një qasje pak më tjetër. Duke filluar për shembull dhe nga bota e sotme, e cila është një botë më digjitale, botë më e hapur. Dhe fëmijët sot mendoj se ata i ndjejnë deri diku këtë pjesën e patriotizmit. Ndoshta jo duke mbatur një flamur në dorë apo duke valvitur ato simbolet kombëtare, por ndoshta edhe duke bërë diçka për komunitetin. Diçka sa do të vogël për komunitetin. Si po duken këto ditë festive nëpër shkolla, nëse mund të na tregosh pak më shumë? Po, ne po flas për shkollën ton. Ku ti je mësues? Ditët e fundit, shkolla jon ngëlon nga një fest e madhe, flamuj të ngjitur shirita, shumë ngjyrësh, shumë kuqezi të ngjitur në mure, figura Ismail Qemalit, që është nga figurat kryesore, e ngjitur po ashtu portreti i tij, aktivitetet që ne do ta zhvillojmë edhe sot tek qyteza e fëmijëve do të jetë një aktivitet që do të është mbushur dot me këngë patriotike, këngë për dashurinë për atë dheun, dhe momentet kryesore kyçe në historinë e Shqipërisë. Për ty, cila është figura historike që të ka frymëzuar më shumë edhe nëse mund të na thuash pse? Për mua janë disa figura historike, por më kryesorja, me që mbetet në kuadrin e festave të historisë së Shqipërisë, mbetet figura e Ismail Qemalit, padyshim. Është nga figurat kryesore të historisë së Shqipërisë, ai i cili me atë qetësinë e tij që e karakterizonte, me vizionin e tij, arriti që të kryej edhe aktin më të rëndësishëm, e cila ishte edhe akti i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Duke bashkuar shqiptarët, pavarësisht mendimeve të ndryshme që ata kishin, duke bashkuar të gjithë delegatët në një kuvend të vlorë. Dhe padyshim që ai është një figurë leadershipi. Për mua figura e leadershipit është një figurë e cila arrin të ndërtojë ura dhe krijojë shpresë për të ardhmen. Një shembull i vërtetë. Kjo ishte figura e Ismail Qemalit. Vërtet një figurë frymëzuese. Shumë frymëzuese. Si mësues historie, Piro, me siguri ke ndjer edhe më thellë peshën e këtyre ngjarjeve gjatë këtyre ditëve, po cili është momenti historik që sipas teje duhet i kujtohet çdo brezi gjatë këtyre ditëve? Momenti kryesor historik që duhet i kujtohet ky brezi janë padyshim ditët që ne kemi në vazhdim, festat e nëntorit, data 28 dhe data 29 nëntor. Data 28 për faktin e shpalljes së pavarësisë, një nga momentet kyçe dhe historike në historinë e Shqipërisë, dhe padyshim data 28 nëntor, e cila është dita e çlirimit të Shqipërisë. Aty kuptojmë se liria vërtet ka vlerë. Ka disa momente të tjera që ndoshta hapën rrugën për këto momente kaq të rëndësishme, që edhe ato pa to nuk do të mund të vinte 28-29 nëntori. Pa periudhën e rilinjës kombëtare shqiptare, 28 nëntori ndoshta nuk do të kishte ardhur. Ndoshta mund të duheshin edhe shumë vjet të tjerë për të arritur kjo gjë, por pikërisht ishte periudha e rilinjës kombëtare shqiptare, periudha ku shumë poet, mësues, figura të ndryshme historike kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Pa sakrificën dhe mundin e tyre, 28 nëntori ndoshta nuk do të ishte arritur. E kuptoj. Ishin pikërisht këta rilindas, këta persona të cilët luajtin një rol shumë të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë. E kuptoj. Por si mund të vazhdojmë ta trashëgojmë ne të gjithë këtë? Pak më parë më tregove se, shkolla vazhdon, bën aktivitete, fëmijët e përjetojnë në mënyrën e tyre, por ndoshta ke disa këshilla që ju si mësues, ne si prindër, do të na ndihmonin ne me fëmijët tanë për t'ia u përcjell këto vlera dhe për t'i mësuar ata që patriotizmi nuk është thjesht 28-29 nëntori, nuk është thjesht një flamur apo një veshje kuqezi, por është sjellje. Po. Ditët e sotme ndoshta edhe i koncepti i patriotizmit është zhdukur disi. Por megjithatë patriotizmi nuk mund të shprehet vetëm duke mbatur një flamur në dorë, apo duke marrë pjesë në një ceremoni festive, apo duke parë thjesht një ndeshje të Shqipërisë në stadium apo në televizor. Mendoj se patriotizmi ka të bëjë me sjelljet e vogla gjatë ditës, gjatë kohës që ne kalojmë. Për shembull, tek fëmijët patriotizmi mund të shprehet edhe duke ruajtur pastër ambientin.
apo dhe duke respektuar rregullorin e shkollës, duke respektuar mësuesit, shokët, shoqet, duke i ndihmuar ata. Dhe këto ndoshta shprehin edhe atë dashurinë e tyre. Ne përpiqemi që të krijojmë jo vetëm nxënës të mirë, por dhe qytetar të mirë, qytetar shembullor. Besoj që kjo është më e rëndësishme në fund të ditës. Që në fund të fundit ti shërbejnë në vendit të tyre. Me qytetarinë, me atë thjeshtësinë e tyre, kjo është ajo që ne përpiqemi të realizojmë. Patriotizmi thash shpejt në forma të ndryshme, edhe duke mos të mbeturinë në një vend të saktuar. Duke ruajtur pastër ambientin, këto janë ato gjërat e vogla që duken të vogla, por janë shumë të mëdha. Të cilat shprehin një atë dashuri. Ti ruan ambientin tënd. Mjedisin tënd. Ka ndonjë moment në punën tënde si mësues që ty të ka prekur emocionalisht? Mbaj mend para disa vitesh kur kishim një orë mësimi, një bisedë në klasë, po flisnim për luftën e dytë botërore. Për ngjarjet që po ndodhin, pasojat e luftës, dhe një djalë i cili gjatë pothuajse kohës rinte i heshtur, i tërhequr. Kjo orë mësimi bëri që ai të reflektonte dhe të shprehte mendimin e tij. Dhe më tha, profesor, them diçka, tha. Po ma thuaj, thashun. Duke dëgjuar mësimin e sotëm, tha, kuptova se sa më njohës duhet të jesh për paqen në botë, tha. Wow. Liria ka vërtet kuptim. Paqja ka vërtet kuptim. Ne jetojmë sot në një botë që fatkeqësisht është e prekur nga luftrat në Europë apo dhe në pjesën e Azisë. Luftë ku shohim ne dhe pasojat e kësaj lufte, të cilat ndihen më së shumë tek fëmijët. E vërtet. Lufta është një gjë që thonë shpreh luftën mos ta paftësh syri kur, sepse është shkatrimtare. Nuk është asnjëherë mirë nga asnjëra palë, domethënë, pavarësisht se kush mund të themi ka të drejtë apo jo, gjithmonë lufta është e keqe. Gjithmonë lufta është e keqe. Pavarësisht se në fund do ketë një fitues. Po. Pasojat e saj do të ndihen kudo. Shumë faleminderit që ndave këtë moment nga klasa jote me ne, ishte emocionuese edhe për ne. Piro, si mendon ti, ka ndonjë periudhë historike që ndoshta duhet të studiohet më thellë nga brezi i ri, që do ta ndihmonte akoma dhe më shumë brezin ton? Po. Mendoj se periudha e cila duhet studiuar më së shumti nga brezi i ri, e thashë që pari është periudha e rilinjes kombëtare shqiptare. Është një nga periudhat më të ndritura të historisë së Shqipërisë. Një nga periudha e cila ka luajtur rol kyç në historinë e vendit tonë. Një periudhë e mbushur plot me ngjarje historike, me figura të shumta historike, që ndoshta sot deri diku dhe janë haruar disa prej këtyre figurave. Megjithatë ne njohim disa prej tyre, Naim Frashërin, Sami Frashërin, apo dhe Abdyl Frashërin, vllajin e tyre, figura si Naum Veçilarxhi apo Azreni, që ne përmendëm edhe më përpara, Thimi Mitko e të tjerë. Ka kanë qenë personazhe shumë të njohur, dhe padyshim Ismail Qemali, që është nga figurat më kryesore të kësaj periudhe. Mendoj se kjo periudhë duhet të studiohet më thellë, të rinjtë e sotëm dhe brezit e sotëm duhet të mësojnë më shumë nga kjo periudhë. Duhet mësoj për sakrificat që kanë bërë rinë si ta. Ka sakrifikuar jo vetëm jetën e tyre. Fatkeqësisht i marrim thjesht si të mirëqenia në ditët e sotme. Po, thjesht i dëgjojmë thjesht si fakte historike dhe kaq. Por duhet studiuar më thellë sepse duhet kuptuar e sakrificat e tyre. Sakrificat që ata kanë bërë për të mirën e kombit. Për ta parë këtë komb një ditë të lirë, një ditë të pavarur, një ditë të zhvilluar të komb. Për sakrifica jo vetëm për jetën e tyre, si thashë më përpara, por dhe sakrifica për pasurinë, duke sakrifikuar dhe pasurinë e tyre. E kuptoj. Si për shembull ne kemi shembullin kryesor në Korçë, ku godina e mesentores së parë shqipe të Korçës u dhurua nga një patriot korçar, nga Diamanti Terpo, i cili në atë kohë jetonte në Rumani dhe dërgon letër duke u thënë që të zbrazet me një shtëpia ime dhe të bëhet shkollë shqipe. Dhe figura si Diamant Terpo ka të shumë figura të tjera. Një diamant i vërtet ai. Një diamant i vërtet, po, ka qenë vërtet një diamant.
Përmende një sër figurash, Po. edhe unë dua të ndalem te disa figura tani përmes një loje të thjeshtë. Po. Më pëlqejnë shumë lojrat këtu te buzëqeshi ditës. Loja e radhës Piro quhet gjej figurën. Po. Unë do të të them një fjali edhe ti do më thuash se cila figurë Po. mendon që është, Po. cili personazh. Ai hudhoqi lidhjen e Prizrenit dhe luftoi për bashkimin kombëtar. Sa po e thash ishte Abdul Frashëri. Ishte një nga vëllezërit frash kryesor Frashëve, i cili Prandaj thash ti i the një sër figurash. pavarësisht atyre vështirësive që ai kishte për të bashkuar shqiptarët në një kuvend, ja arriti mban që ti bashkonte shqiptarët në një kuvend për të vendosur për të ardhmen e Shqipërisë, sepse coptimi i territoreve shqiptare ishte shumë afër. Dhe pikërisht kuvendi i Prizrenit ka luajtur edhe një rol kyç në historinë e Shqipërisë. Lidhja e Prizrenit, që është pikërisht pjesa e rilinjës kombëtare shqiptare. Shumë e rëndësishme, po. Shumë e thjeshtë kjo, ai ngriti flamurin në Vlorë në vitin 1912. Padyshim figura e Ismail Qemalit, Ishte poet, patriot dhe ka shkruar bagëti e buqësi. një nga poetët tanë më të rëndësishëm kombëtar, poeti i dashurisë për edhe un poeti i lirisë, Naim Frashëri. Naim Frashëri, i cili diti si të luftonte vërtet me penë. Po, sepse rilindja nuk ishte vetëm Në pjesën mënyrën e e vet. luftës me pushë, por kishte luftën me penë, zhvillimin e arsimit të kulturës. Dhe pikërisht Naim Frashëri ka qenë njëri prej tyre. Mbret që punoi për njohjen ndërkombëtare të shtetit shqiptar. Padyshim ka qenë nga figurat më kontroverse në historinë e Shqipërisë. Figura e cila ka ngjatur shumë debat. Njerëz të cilët janë pro ti, kundra ti. Gjatë periudhës komuniste, figura e tij ndoshta ka qenë një nga figurat më të errta, sepse nuk u pa në atë prizmin e tij pozitiv që ai bëri diçka për Shqipërinë. Sepse ishte Ahmet Zogu, ai i cili arriti që të transformonte Shqipërinë në një vend modern. Po. Është padyshim nga personalitetet kryesorë të historisë moderne të Shqipërisë. Ai i cili u përpoq ta evropianizonte Shqipërinë. Ta shkëpunte nga pjesa e orientalizmit, ta kthente drejt oksidentalizmit, drejt Europës perëndimore. Të fuste diçka një frymë perëndimore në Shqipëri, ke futur ligje, kodi civil, kodi penal, kodi tregtar. Dhe për mua është një figurë e cila duhet të parë edhe në prizmin pozitiv. Pavarësisht se sot ka dhe qasje negative për figurën e Ahmet Zogut, Po. por duhet të parë edhe në prizmin pozitiv. Historia nuk ka vetëm Është gjëra rëndësishme pozitive. Ka të vetëm- vlerësojmë ato që ka ka bërë mirë. po, ka Edhe investimin që ka dhënë. dy anët të medaljes. Gjithmonë. Do po. shikojmë edhe nga ana pozitive, por edhe nga ana negative pastaj ka. Hero kombëtar që bashkoi principatat shqiptare për 25 vjet. Unë besoj ky është ai buri për cilin ka vetëm një medalje, Po. vetëm një anë pozitive. Vetëm një anë pozitive, po. Ai i cili mban titullin më të lartë që mund të mbaj një figurë historike është ajo herojt ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Unë për Skënderbeun mund të flas shumë, ndoshta në një emision Po, do thoja ndoshta të duhet një tjetër, puntat e gjitha për të folur për ndoshta në një emision heroin ton. tjetër mund të flasim për figurën e Gjergj Kastrioti Skënderbeut dhe padyshim është një nga figurat kryesore për të cilëve frymëzuan dhe rilindës tan kombëtar. Sepse një burim frymëzimi për ta ishte pikërisht figura e Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Dhe është ai i cili bashkoi të gjitha principatat shqiptare në një të vetme. Ja arriti i pari që arriti të bashkonte këto principata. Arriti që të madhe 25 vjet larg perandorin osmane nga territoret shqiptare. Piro, Kjo është figura e tij. jam shumë e sigurt që duhet një episod i gjithi për të Po. folur për të, por Po. përpara se ta mbyllim pasi pa e kuptuar, faktikisht jemi në minutat e fundit të programit, unë do doja të dija cili është urimi dhe mesazhi yt për gjithë dëgjuesit. Po. Urimi është gëzuar gjithë shqiptarëve festat e nëntorit, paçin gjithmonë festa në shtëpitë e tyre. Dhe mesazhi im është kryesisht për brezin e sotëm. Ta kuptojnë më mirë të kaluarën, të mësojnë pak më shumë historinë, sidomos atë historinë e vendit të tyre, historinë e vendit tonë. Sepse njeri i cili nuk di historinë e vendit të tij, nuk ka çfarë t'ju thotë të tjerëve. Është pikërisht ajo cilën e mburemi dhe çdo popull mburet me historinë e vendit të tij. Dhe ne pikërisht do të mburemi me historinë e vendit tonë. Padyshim, ka patur shumë momente historike.
Shumë faleminderit Piro për gjithçka që ndave sot. Me të vërtetë i dhe shumë kuptim këtij episodi, e vlerësoj gjithçka që ndave dhe jemi mirëpritur sërish në buzëqeshje ditës. Shumë faleminderit edhe ju, do të vi me kënaqësi herës tjetër. Faleminderit dashur dëgjues që ishit sot me ne në buzëqeshje ditës. Ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të dëgjohemi në puntatën e radhës.